frekuentuar nga qytetarët, kanë rikthyer kështu shqetësimin për sigurinë në hapësirat publike. Përveç personave të përfshirë në konflikt, është plagosur edhe një kalimtar i rastit, duke dëshmuar se dhuna me armë nuk rrezikon vetëm autorët dhe palët në konflikt, por edhe qytetarët të cilët të ndodhen pranë, apo bëhen qytetet tona gjithnjë më të pasigurta. Mbi rastin konkretisht do diskutojmë me një panel të ftuarish në studio. Kemi analistin Jeton Halimi. Jeton, mirë se erdhe. Faleminderit, kënaqësi. Në një lidhje të drejtë për drejtë kemi avokatin Valdet Hoxha. Zotri Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. E po ashtu me ne në lidhje të drejtë për drejtë është edhe psikologu Ron Kastrati. Ron, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zotri Halimi, po e nisim me ju me që kemi në studio. Si e pat realisht të dje rastin, sepse gjatë javës së fundit kemi raportuar për një numër të shtuar të vrasjeve, e djeshim dëshmitarë dhe të dhunës në hapësirë publike në pikë të ditës. Po nderuar me ai rasti djeshti na ka shokuar të gjithë dhe neve si qytetarë të Republikës së Kosovës dhe jo dhe vetëm unë mendoj që këto rastet incidenteve familjare apo ndërfamiljare apo si të qoftë edhe me njerëz të tjerë, besoj e kanë në botë të pasigurt çdo qytet të fillu pikë qyteti që ka pasur mjaft kësaj raste, ishin vitit të kaluar e shumë raste tjera. Unë mendoj edhe ky rast i fundit po djeva atje, fati që ka qelluar efektivi policisë rrobat civile dhe ka parandaluar një të keqe, sipas policisë Kosovës rasti është mes familjarëve, për shkaqet ende hali nuk ju mbot saktësisht për çka, po dihet faktikisht një farë forme pse ka detaksit se njëri për pikë qepit shpena në zhargonin popullore, besoj nuk kap arma dhe del të rejët mes familjarët e vetë. Unë nuk du me aludu për derisa s'ka dojë policia. Pa marrë parasysh cila do që tjetë arsyeja as për pikë qefit, as për Po, zorit. për atë thashe nuk duhet përdorën dhe unë mendoj që edhe sipas statistikit policisë të Kosovës se kanë thonë gjithmonë se ka një numër të madh të armë paleje ilegale që mbajnë qytetarët e Republikës së Kosovës, besoj është edhe ligji për armët, besoj që herë është i mirë, herë thojnë ekspertët dhe besoj që duhet modifikohet ende dhe duhet shkurtohet procedura dhe nuk e di ka kalu tash koha e luftës në Kosovë pse të vinë armë, policia, FSK-ja, KFOR-i, Euleksi, veç unë kisha thonë nëse një qytetar i Republikës së Kosovës mendon me pas armë duhet të jetë strikt dhe duhet të përmbajë ato rregulla dhe pse do të mbajë armë kur del njëri për çep, po ja pra pa keq përdorin edhe armën qoftë edhe me leje, qoftë pa leje që nuk duhet me armë këtë raste se kanë shqetësuar edhe çdo qytetar i Kosovës, çdo qytetar dhe shpresoj të jetë ky rast i fundit dhe dënimet, besoj këto avokatë e dinë shumë mirë edhe gjobat ndaj për armbajtje pa leje me kodin penal të Kosovës është 5 vjet burg ose 7500 euro që e kanë marrë një modalitet çdo gjykatë themelore në Kosovë këtë mund me na konfirmua edhe avokati, nësa kam informacione 1.000-1.500 euro është një aktgjykim për armbajtje pa leje. Na njofton më në detaje dhe avokati. Besoj që këto e din shumë mirë avokati se ka raste mundet me pas ndonjë palë e të jo, dhe zoti mos ket, po ja pra ta qytetarët të Kosovës pa kanë qenë me pas armë ilegale që s'është dash, po unë do të këto të thirrën mendjes edhe çdo qytetar dhe sidomos sistemi juridik i Kosovës duhet të ashpërsoj aktgjykimet sa e thot ligji kodi penal i Kosovës. Janë të ashpra, ndoshta na jep një mendim edhe avokati Valdet Hoxha. Zotri Hoxha, ligjet ekzistuese në Kosovë janë mjaftueshme të ashpra për përdorimin e armëve, sidomos armë pa leje, sepse realisht muajt e fundit kemi raportuar goxha shpesh për raste të përdorimit të armëve ku shumica prej tyre po dalin të jenë edhe persona cilët nuk posedojnë leje të armëve. Shiko, vërtet rast shqetësues dhe jo vetëm ky i fundit, fatkeqësisht po ndodhet gjithandej në vendit dhe ne nuk po shohim ndonjë hap serioz të shtetit tonë. Kur them shtetit, kam fjalën gjithë mekanizma, sepse është e pamundur që vetëm me politikë ndëshkimore në këtë rast që po e përmendni ju ndëshkueshmërinë. Pra, kodi penal nuk është as pak miqësor me këtë vepër penale, me kryerësit e këtyre veprave penale, por edhe për veprën penale të armbajtjes posedimit pa leje të shëmtarëve.
dhe ka një sankcion mjaft lartë deri në 5 vite burg apo në 7.500 euro. Dhe tjetër është politika ndëshkimore në praktik pastaj, por kjo duhet ketë një analizë gjithë përfshirëse, jo domosdoshmërisht, po them, nuk duhet të fokusohemi vetëm në politikën ndëshkimore, sepse nuk mjafton për ta ullë numrin e armëve pa leje, për ta ullë numrin e incidenteve, konflikteve, veprimeve të paligjshme, veprave penale që kryen me armë, por duhet një analizë mirë duke filluar ndoshta nga kurrikulat mësimore, në ndryshimin apo amandamentimin e ligjit para universitar, futjen e disa temave për edukim të armëve, për edukim mbi pasojat e përdorimit të armëve. Pra, do një kohë relativisht gjatë, por nuk na falet nëse qëndrojmë dhe presim pas rastit Podojevës të ndodhë një rast tjetër. Pra, këtu duhet të vëmë fokusin, që duhet ta marrim si alarm rritjen e numrit të rasteve të tilla dhe të marrim masa gjithëpërfshirëse, të kompletohet një lloj mozaiku ndërveprimit disa institucioneve dhe disa mekanizmave, sepse po argumentohet që vetëm politika ndëshkimore nuk mjafton për ta pasur të paktën në kontroll këtë fenomen fatkeqësisht. Prandaj duhet një grup punos që ndoshta do t'i analizonte secilin rast pas rasti, duke filluar nga motivi i këtyre rasteve, të kaluarën, qoftë kriminale, qoftë jetës shoqërore të kryerësve të këtyre veprave, pastaj edukimin e tyre që të rekomandohet për amandamentim ndoshta njësër ligjesh, duke filluar nga ato sociale, fushën e arsimit, pastaj nëse ka nevojë, pse jo edhe në kodin penal, në kodit procedurës penale, por që është një fenomen shumë kompleks dhe nuk mund të bijmë qafë për shembull vetëm drejtësisë apo vetëm policisë, sepse është e pamundshme. Kjo është edhe si pasojë një post-konflikti, post-lufte që patëm, pavarësisht që kanë kaluar mbi 2 dekada që ka përfunduar lufta, por keni parasysh që Serbia vazhdimisht mban ndezur narrativën luftënësitëse dhe me aktet e tyre të organizuara, siç rasti Banjska, i Berlepens e tjera, gjithmonë po mban aktuale temën e rifillimit të konfliktit apo luftës. Dhe kjo fare nuk është alat i zvoglimit numrit të armëve të këtij qytetari. Zotri Hoxha ju thatë se nuk mund ta në fakt është pak sa e pamundur që gjithçka të jetë në dorën e policisë, megjithatë këto raste nuk janë të izoluara dhe po ndodhin në qendra publike ku për rrjedhoj kemi një të plagosur i cili nuk ka qenë as i përfshirë në këtë konflikt, një qytetar i rëndom dhe rreziku mund të ishte edhe të ishin më shumë se një. Pra, a nuk është detyrë e organeve kompetente deri diku që t'i shtojnë masat e sigurisë brenda rrugës, të përforcohen ndoshta deri diku kontrollat edhe të qytetarëve të cilët duken të dyshuar, sepse shpesh herë shohim në qytete mund të ka përcesh lirisht nga një bulevard në tjetrin, nga një shesh në tjetrin dhe nuk mund të hasësh në asnjë polic. Po shiko, kjo që po thoni është e pamundur, sepse nuk mund të çdo rrugë, çdo kënd, çdo pozicion të vendoset policia në mënyrë statike. Por absolutisht nuk po amnistoj as policinë, madje do duhej që ta marrin seriozisht, do duhej ta kishin marrë qysh më herët. Seriozisht të stat dhe Kosova ka përfaqësuar një mënyrë veprimi të policimit bazuar në inteligjencë, faktën në aspektin doktrinar, në aspektin material. Pra ata duhet të zbatojnë në praktikët, sepse vetëm politika pastaj reaguese nuk është natyrisht, nuk është e mjaftueshme, dhe është vlerësohet me zero, sepse në shumë raste ata të dyshuarit edhe dorëzohen. Mirë po policia duhet natyrisht, unë po them nuk mjafton vetëm policia, përndryshe policia do duhet ti vlerëson të këto situata, vendet ku ndodhin më shumë të këto raste, ta forcoj policimin duke përqafu konceptin e policimit bazuar në inteligjencë, të shoh bashkëpunimin me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, të forcoj njësitë e policimit në bashkësi si një
mënyrë veprimi që mund të jetë shumë e dobishme për marrjen e informatave në kuptim të preventivës së ndodhjes së këtyre rasteve, pastaj në bazë të atyre informatave, qoftë inteligjente, qoftë të informatave nga njësitë të kompetente të policimit në bashkësi, të ndërtoj plane operative, qoftë duke organizu kontrollat të befasishme, qoftë duke vendos policë civil në pjesë saktuara ku mund të ketë potencialisht ndonjë akt të tillë. Prandaj policia ka për detyrë që të ndërmerr këto masa, sepse tashmë është bërë këto vepra janë bërë cënim i dukshëm i rendit të sigurisë publike dhe jo vetëm në rastin e fundit, por në raste tjera ka shumë qytetarë që janë plagosur pa qenë fare të përfshirë në konflikt, sepse momenti i përdorjes së armës natyrisht krijon një gjendje besoj psikologjike që jo gjithëherë mund ta ketë në kontroll situatën ai që përdor armën dhe vërtet është koha e fundit që institucionet tona, duke filluar nga policia, gjyqësia, prokuroria dhe mekanizma të tjerë, ta adresojnë saktë këtë fenomen dhe ta ndërtojnë një strategji të qartë dhe një plan veprimi afatgjatë për ta pasur nën kontroll për atë sa është e mundshme. Sepse është e pamundshme, duhet jemi real që në tërësi ta evitojmë si fenomen, sepse fatkeqësisht ndodh gjithandej, pa dashur me arsyetu asken, ndodh gjithandej në vendet dhe fatkeqësisht në vendet e Evropës. Dhe ndoshta në këtë pikë na sqaron më mirë edhe psikologu se rën realisht çfarë ka ndodhur, çfarë ka ndryshuar në shoqërinë tonë që po i përgjigjemi më me agresivitet, jo tolerancë dhe jemi me reagime ekstreme ndaj konflikteve, po them të përditshme. Është shumë e ndjeshme dhe mjaft shqetësuese sepse aktualiteti deri tani nuk duket shpresdhënës, për nëse ne nuk marrim iniciativa praktike. Ne qëndrojmë mirë filozofikisht, duke parashtruar e artikuluar teorira, interpretime ligjore dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me mundësinë e parandalimit të këtyre rasteve, por unë kam bindjen që këto raste nuk ndodhin, pra këto vrasje nuk ndodhin kur shkrepet arma apo kur ngrihet thika. Vrasjet ndodhin shumë më herët, pra, nga grumbullimi i frustrimit, nga mendjet e ndrydhura emocionale dhe sigurisht nga dështimi i shoqërisë, brenda kësaj shoqërie ku e përbëjnë institucionet dhe aktorë të tjerë institucional që dështojnë ta identifikojnë këtë fenomen, pra. Mos harroni, vrasja nuk ndodh kur shkrepet, nuk ndodh vetëm kur shkrepet arma dhe kur ngrihet dhiga. Ajo ndodh shumë më herët dhe kronologjia e një historie të caktuar. Mungesa raportimit të rasteve ose raportimet e vonuara të rasteve ose indiferenca ndaj këtyre rasteve ne na bën të situatën dhe sigurisht që prodhojnë pasoja famkeqe, këto të cilat pastaj shkaktojnë traumë kolektive të shoqërisë. Ju e thatë shumë mirë, sepse ne si shoqëri, përveç që derivojmë nga një tranzicion sociopolitik 20 e kusur vjeçar, ka dhe diçka tjetër, sipas dyshimeve dhe hipotezës time. Çfarë prisnin që një shtet është inkonsistent apo i paqëndrueshëm politikisht? Në perceptimin e njerëzve që jetojnë këtu dhe kur shohin që shteti vit për vit pas zgjedhje, i kemi bërë këto zgjedhje sikur evenimente dhe ceremonira festive. Atëherë, çfarë prisnin nga qytetarët? Ku është optimumi i qytetarëve për të pasur një jetë të shëndetshme dhe shpëzënëse në relacion me njëri tjetrin, pra. Dhe unë mendoj që ne si profesionistë, përveç që duhet të ndërmarrim iniciativa, duhet të formojmë apo të dizajnojmë plan programe dhe projekt propozime thelbësore ku përfshin ekipe multidisciplinare të cilat kanë për qëllim jo vetëm parandalimin, por reduktimin e këtyre shifrave jashtëzakonisht alarmante për vrasjet e fundit në Kosovë. Pra i bie rënse deri diku edhe skena politike, pra është fajtore.
sepse stresi, po them, ekonomik që kanë tashmë qytetarët, jeta e vështirë, çdo ditë më shumë, i bën ata më pak tolerant ndaj ngjarjeve të përditshme, apo jo? Vetëm ta analizojmë thellë. Jetojmë në Kosovë dhe jemi gjithmonë në ndjenjen se kriza politike do të vazhdojë. Qytetarët ju e pat interesimin e pjesëmarrjes në vota, në votime, në procesin votues. Ju e pat se sa të demoralizuar janë. Dhe çfarë mendoni atër? Pse politikanët nuk e kanë parasysh këtë? Pse duhet domosdoshme që ta vuajmë këtë zgjedhje në fund çfarë? Ku është solucioni? Dhe në anën tjetër, psikologikisht, pse sot njerëzit hezitojnë, jo vetëm t'i raportojnë rastet, por t'i shprehin shqetësimet që kanë. Akoma roli psikologut mendoj është i stigmatizuar. E që unë mendoj po ashtu që psikologu është një ndër akterët kryesor që ta rehabilitoj këtë fenomen famkeq dhe këto dukuri famkeqe që janë jo vetëm në lagje, në sheshe, por edhe në shkolla. Çfarë trajnimesh kombëtare kemi ndjekur apo i zhvillojmë? Ku praktikisht ne qëndrojmë në këto procese dhe çfarë qendrash menaxhimi janë themeluar për t'ju ofruar qytetarëve shërbime në menaxhimin e zemrimit apo forcimit të inteligjencës emocionale dhe çdo gjë tjetër. A mund të më thoni? E qartë. Jeton. Po, tha shumë mirë edhe advokati Hoxha shumë mirë, edhe psikologu, unë mendoj që përgjegjësia për këto raste besoj që i bien institucionet e lystë të Kosovës, sidomos policisë dhe gjykatave, se policia koordinon me prokurorin, marrë veprime juridike dhe fundit të gjykata që jep një verdikt a gjykim. Dhe unë mendoj që këto Ministria e Punës së Brendshme duhet të bëj plane operative, javore apo mujore për kontrolle sa më shumë. E din edhe advokati jeton besoj këtë kryeqendër dhe kush jeton këtë që ka shumë të ri që i bëjnë çanta dhe mund me aludu që mund të kenë edhe armë. Tash na përderisa nuk e dim ajo është punë e policisë që mund të ketë kontrolle sa më shumë dhe në përvende sidomos ku ka hapësira më të madhe, ku ka lëvizje më shumë qarkullim njerëzve dhe sidomos në përsheshe këtë farë vrugullin e njerëzve që kanë ardhur edhe asetion kombëtar mërgjimtarët dhe unë mendoj që nëse kish pas ndonjë plan operativ nga Ministria e Punës, nga policia, në rrobat civile dhe ata e din që shepën planin, na është për të vlerësuar nëse ka një plan të tillë se mos të vinë ekseset të tilla apo sidoqoftë unë mendoj që është e vështirë të parandalohen jetën, sepse e përmendi edhe avokati se në një farë mosë edhe kuptojnë, pra se është e vështirë që t'jesh në secilin cep të secilës lagje që të parandalosh. Megjithatë, ne po flasim vetëm për policinë dhe gjykatat, nuk po flasim për institucionet cilët ndoshta do ndërmerrin kampanja fushata vjedisuese, sepse kryesisht këto vrasje po ndodhin për shkak të pronave, për shkak të borxheve, për shkak të fajdeve. Ato janë fenomen tjetër, do të një Jo fenomen tjetër, ky fenomen për këtë arsye, po dyshohet se ka ndodhur për lesha, për para bërç. Shumë mirë. Edhe besoj që ka dhe raste të tjera halo shumë ma keq, që o konë rasti vjetë që ishte në atë rastin e atyne që u gjojtën mes capa dhe sigaragja, endër të vazhdu min kryet qendër më gjujtë si në filma, si kur Meksike të jë dhe plus raste tjera që ka ndodhë, dhe unë mendoj që nëse do të ketë një plan operativ nga Ministria e Punës së Brendshme, qoftë edhe me fushata vjedisuese, koordinim edhe me psikolog dhe me çdo të fushës tjetër, besoj që mund të parandalohen këto sene ose jo komplet bilet të ullët për... Zotëria Alimi, konsideron se janë në rregull, dënime, ligjet, gjitha e tha shumë mirë advokate mas jemi koleg në profesion shumë mirë. Këto besoj që do të ketë këshilli gjyqësor më shumë ai skapët do t'i rekomandoj gjyqtarët në 7 gjykata themelore me nëndek se nëse ka rastet të tilla të shpersojmë dhe ti rritin ato gjykime me gjoba saj thot kodi penal i Republikës Kosovës dhe kodi procedurës penal që është faza hetimore dhe unë mendoj që këtë duhet të bie se dëshëm nas dëshëm gjyqësorit i bjen faje pa don me aludu apo me fajsu se nëse bjen një njeri e merr një armë dhe e mba në kerr për mendje mëdhësi ose për ka qep mu boja kishone me armë dhe pse e mban ato dhe nëse e merr një gjykim 7.500 euro e pagun ai tjetër kur të merr vesh besoj që nuk e mban ose nuk don me mbajt një armë tillë dhe këto është vendimet që janë të mangëta dhe e den avokati shumë mirë
se a ka din avokati ndonjë gjykim që u shpall 7.500 euro ose 5 vjet burg në Republikën Kosovës, besoj që ti je shumë i angazhuar në për raste XY s'du të përmene, nëse ke ndonjë gjykim që u bë për 7 gjykata themelore në Republikën Kosovës që është shkruar një gjykim është bë 7.500 euro ose 5 vjet burg, kisha pas shef me ditë që bëlë me marë si mosër edhe me qunë për gjykata tjera me ditë që ik gjyqtar apo ik gjyqtare ka bo një shpallë të gjykimit të tillë. Çdo gjykim gjykohet nga rrethonat. Asnjë rast sa do ndukje. Jo, rasti është për anëmbajtje paleje, nxinet një X5, një anëmbajtje paleje, një personit, a është bën një gjykim sipas kodit penal që është 7.500 euro ose 5 vjet burg. A ke pa në ai gjykim të tillë që është bë? Por anëmbajtje paleje, jo raste të tjera. Faleminderit. Shiko, do një sqarim. Shiko, ka raste në praktikë kur anëmbajtja dhe kryhet së bashku me një vepër tjetër penale, prandaj ka raste në praktikë që ka dënueshmëri deri në 2 vite burg për anëmbajtje pa leje. Por në rastet kur krahas me anëmbajtjen është kryer dhe konsumuar një vepër tjetër penale. Pra varësisht prej rrethonave. Unë personalisht nuk kam pas rast të një dënimit me maksimum, por natyra dhe politikës dëshkimore është e tillë që për një nuk mund të mbivlerësohen rrethona të rënduese. Zakonisht e marrin 1/4 kur bëhet shpallja e gjykimit, matja dënimit, rrethona lehtësuese rënduese, ato i parashet dhe ligji, ato e dina, po këto raste nuk është dashur me pas rrethona lehtësuese në anëmbajtje palese pikim këto pasoja. Të shpeshtume edhe, po pësojnë çdo qytetar i të Kosovës dhe është mirë, besoj kjo mu vedisu më shumë. Unë po e kuptoj qëllimin, mirë po nuk mund bazohemi vetëm në politikë ndëshkimore, sepse ajo duhet jetë e harmonizuar, duhet jetë një politikë ndëshkimore unike ndoshta për rrethonat pak a shumë ngjashme. Dhe nuk është që unë prej praktikës, për them, gjykimin e fundit të një klienti tim për anëmbajtje pa leje e ka me 3.000 euro dhe është një armë me gas. Pra, nuk do të thotë që është dënim, është në mesin e dënueshmërisë, pra nga 7.500 3.000 nuk konsiderohet dënim i ulët. Prandaj gjykata ka rritur dëshkueshmërinë e rasteve të tilla, por ne çka po shohim praktik nuk ka ulje të këtyre rasteve. Pra, kjo tregon, është indikator që jo vetëm me politikë ndëshkimore mund ta vëmë në kontroll këtë situatë dhe ta preventojmë në tërësi. Prandaj, po, ato mekanizma që duhet të veprojnë në mënyrë urgjente, duhet të veprojnë sepse vetëm është vënë për hartimin dhe ndërmarrjen e masave që ta kemi në kontroll. Pra, sa është mundur këtë, por është një më komplekse kjo situatë dhe dënë trajtim në aspektin social, në aspektin shoqëror, duke filluar nga edukimi shkollor, ngritja e dijes shoqërore, hyn punë edhe mediat madje. Kemi pa disa misione nga intervista me të dënuar nga burgjet, cilët ju i dëgjoni se çfarë shprehen ata, po ta kthenin kohën mbrapa. Ndaj unë po besoj shumë edukative do të ishte një plan edukativ përmes medjave për në bashkëpunim me ministrit përkatëse, mekanizmat konkret, kompetent që qytetarët në vend të një debati, nuk po them që s'do të shikojnë debat, por në vend të një debati të përditshëm, ta shohin një muaj një dokumentar nga të penduarit e drejtësisë në kuptim të penduarit të ndërmarrjes së veprimeve nga ata për veprat rënda penale, t'i shohim se si e kanë humbur jetën e tyre, se si e kanë ndërmarrë një veprim që i kanë rënë pishmën që në momentet e para të ndërmarrjes. Pra është një kompleksitet që duhet ndërmarrën nga shumë mekanizme, nga shumë institucione dhe natyrisht nga praktika ndërkombëtare. Por, një gjë duhet ta kemi të qartë, që duhet ta bëjmë atë mirën e mundshme për
shoh që Britania Madhe ka një politikë shumë agresive në kuptimin e këtyre veprave penale, qoftë posedimit pa lehtëshëm apo ndënshmërisht. Por në praktik kampanja analizë që nuk është që nuk ka numër të plagosjeve apo të shkaktimit të lëndimeve të rënda me thik, me mjete tjera. Pra, vërtet është një fushë shumë e gjanë, duhet merren shumë veprime, sikur se në anën tjetër Zvicra ka një politikë liberalizuese të pajisjes me armë, pra llogaritet që ka shumë armë në duart qytetarëve, por që rastet e tilla janë në minimum. Pra, të hymë të ngritjave dijes shoqërore dhe ndërveprimin ndërinstitucional dhe ndërshoqëror për të arritur një situatë ku nuk do t'jetë cenueshte ky fenomen, nuk do ta cenoj sigurinë publike në masë të tillë që do të krijon panik dhe frikë të qytetarëve. Një pyetje të fundit për Ronin, meqense po shkojmë deri fundit të kësaj pjese. Ron e përmenda që kryesisht rastet me cilat po raportohen për çdo ditë nëpër media të vrasive, të dhunës, kanë të bëjnë me çështjen e pronave, me çështjen e borxheve, fajde dhe çështje të tjera të ngjajshme. Konsideron se është duke u bërë pak në vetëdijsimin e shqiptarëve mbi gjitha këto çështje dhe si rrjedhojmë pas po kemi raste të tilla dhe çka do duhej bërë ndoshta ndryshe? Blendi, janë 6 pika kryesore që konsiderohen faktor që rrisin rrezikun e këtyre dukurive famkeqe. Këto 6 pika sipas pikpamjes time i kam identifikuar dhe i shoh si moll sheri në shfaqjen e këtyre dukurive. Dhe cilat janë këto 6 pika që institucionet duhet i shigjetojnë në mënyrë që ne si ekipe multidisciplinare dhe si profesionistë së cilës fushë specifike të intervenojmë për të kontributin tonë. Cilat janë këto 6 pika? Polarizimi social, stresi ekonomik, konfliktet familjare, armët në qarkullim, përdorimi i alkoolit dhe drogave në disa raste dhe është edhe diçka tjetër që ju e dini dhe është aktuale. Normalizimi i agresivitetit në diskursin publik. Pra, ato komunikime në rrjetet sociale, pra, kur normalizohet agresiviteti në diskursin publik në një shoqëri, veçmas në rrjetet sociale, çfarë prisni ju? E qartë. Unë për vete vlerësoj jashtëzakonisht shumë kapacitetet dhe potencialin e profesionistëve që ofrojnë shërbime në qendrat e shërbimeve provuese në Kosovë. Dhe llogariteni, ju duhet ta dini që shërbimi sprovues është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe relevant në reduktimin dhe parandalimin e këtyre dukurive. Prandaj mendoj që aty ka profesionistë të zellshëm e që shteti duhet të investojë akoma për të forcuar këto aktivitete në atë shërbim. I shikoni shtetet skandinave. A i keni parë shtetet skandinave? Shërbimi sprovues atje. Shteti çfarë ofron? Çfarë investimi? Prandaj mendoj që kur investohet tek profesionistët, sepse profesionistët janë ekzistent në shërbimin sprovues, atëherë edhe rastet mund të reduktohen. Rone, faleminderit shumë për kohën dhe gjitha këshilla dhe përgjigjet që cilat i dhan gjatë kësaj pjese që ishin shumë të nevojshme. Faleminderit shumë Jeton dhe faleminderit shumë zotri Hoxha për kohën tuaj dhe për gjitha shpjegimet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi një shkëputje fare të shkurtër dhe kthehemi me pjesën tjetër.